Tashmë të gjithë e kemi ndjekur situatën që ka ndodhur mes Mirit dhe Selin në Big Brother VIP Albania 5. Për ata që nuk e din, ata të dy janë përkëdhelur në krevat dhe Miri e ka quajtur Selin si vajzën e tij dhe për shumë njerëz kjo gjë është dukur e vështirë dhe për të tjerë është dukur në rregull. Megjithatë, ka pasur shumë diskutime dhe banorët e shtëpisë nuk janë gati apo nuk u duket veprimi sakt kjo gjë. Ka pasur shumë komente negative ndaj tyre, sidomos ndaj Selin, ndërkohë që asaj erdhi dhe letra e babait, i cili i shpreh të hapur që nuk duhet që të lërë asnjë që t'i afrohet pa lejen e saj. Ndërkohë Selin vazhdon që të bëjë me kokën e vet dhe i afrohet Mirit çdo herë që ka mundësi. Kiara Tito, e pyetur në një emision, ka reaguar për këtë temë. Fillimisht, ata e kanë pyetur se si po e përjeton rolin e ri dhe si e sheh edicionin e 5 të Big Brother VIP dhe a ka ndonjë banor të preferuar. Për më shumë ka treguar vetë Kiara. Letra e babait të Selin bëri goxha bujë në rrjet dhe po ashtu situata mes tyre u komentua shumë dhe në studion e Big Brother VIP Fan Club. Si e sheh ti? Kiara Tito ka thënë, dihet tashmë që në momentin që hyn në shtëpinë më të famshme pret gjithçka. Edhe familjarët e dinë. Banorët duhet të jenë shumë të qetë sepse çudia më e madhe tradit zgjat. Të gjitha gjërat sistemohen dhe kthehen në vendin e vet. Banorët në shtëpi janë shumë ambicioz dhe bëjnë nga të gjitha gjërat për lojra. Nuk ka asgjë të keqe sepse për atë punë janë futur aty. Çdo gjë mund të ndodhë, se dhe unë ashtu thash, që edhe 3 Big Brother të ndodhin nuk do lidhesha kurrë, por ja ku jam, e martuar dhe me një fëmijë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.